Jam vërtet I kënaqur që jam sot këtu me ju për të kremtuar 100 vjetorin e kontrollit të lartë të shtetit në Shqipëri. Fakti që ky institucion u krijua kaq shpejt pas pavarësisë dëshmon në vetvete rëndësinë e madhe që ka një institucion i kontrollit të lartë për atë shtetit për funksionimin e një shteti modern. Gjatë 100 viteve të fundit e në veçanti gjatë 10 vjeçarit të fundit, KLSH-ja është zhvilluar dhe ka ecur nga një organ kombëtar I kontrollit fiskal në një institucion të pavarur kushtetues në përputhje me standardet më të mira të auditimit ndërkombëtar dhe praktikat më të mira. Dhe unë nuk do ta luaja siç duhet rolin tim në rast se nuk do të theksoja rëndësinë e punës dhe funksionimit të kontrollit të lartë të shtetit në kontekstin e antarësimit të Shqipërisë në BE. Çelja e negociatave për antarësim në BE në veçanti, çelja e grup kapitullit të çështjeve themelore në tetor 2024 janë momente kyçe në rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Roli dhe funksionimi I kontrollit të lartë të shtetit mbulohet në mënyrë të posaçme nga kreu 32 I kontrollit financiar, pjesë e grup kapitullit të çështjeve themelore gjatë negociatave. Por sigurisht, roli I institucionit të kontrollit të lartë të shtetit shkon përtej këtij kreu të legjislacionit të BE-s, pasi luan një rol kyç edhe në vlerësimin që ne I bëjmë sundimit të ligjit, funksionimit të demokracisë, por edhe integritetit dhe luftës kundër korrupsionit. Legjislacioni I Bashkimit Evropian kërkon që institucionet e kontrollit të lartë të shtetit të jenë të pavarura, me burimet e duhura dhe me mandatin e duhur për të bërë kontrollin e të gjitha të ardhurave dhe shpenzimeve të fondeve publike përfshirë atyre të BE-s dhe të donatorëve të tjerë. Dhe jemi të kënaqur që ne shikojmë dispozitat e duhura institucionale sipas kushtetutës dhe për ligjin e KLSH-s që këto përmbushin shumicën në mos të gjitha kërkesat themelore. Sigurisht që ne e dim që po bëhen tashmë disa diskutime për të harmonizuar disa nga këto dispozita, por më lejoni që të theksoj që çfarëdo lloj ndryshimesh që do të bëhen, ato duhet jenë në përputhje të plot me kërkesat e legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe me të gjitha standardet e tjera ndërkombëtare që I aplikohen institucioneve të tilla të kontrollit të shtetit. Më lejoni që të përgëzoj KLSH-n për përpjekjet që kanë bërë për të qenë në përputhje të plot me kuadrin e Intosait për aftësitë profesionale për të zbatuar pra standardet ndërkombëtare të institucioneve të kontrollit të lartë të shtetit dhe që të fuqizojnë kapacitetet e tyre për të patur performancën e duhur në kontrollet financiare. Dhe fakti që ju zoti Sheu na keni kërkuar kohët e fundit që ne të organizojmë një rishikim nga homolog për metodat e kontrollit me zbatimin dhe mbështetjen e miqve tanë nga OECD Sigma tregon që ju jeni tërësisht të angazhuar për të mësuar më shumë dhe për të përmirësuar punën tuaj të kontrollit. Një pjesë e madhe e suksesit të KLSH-s qëndron në përdorimin faktik të raporteve të këtij institucioni. Së pari nga kuvendi si pjesë e mbikëqyrjes së buxhetit dhe rolit të llogaridhënies, së dyti nga ekzekutivi në nivel qendror dhe vendor, ndërsa reagon gjatë për sa u përket gjetjeve dhe rekomandimeve, por së treti edhe nga vetë qytetarët dhe shoqëria civile për raportet e KLSH-s, për t'i bërë ato pjesë të debateve sa u përket politikave për mbushjes efikasitetit dhe efektivitetit të politikave. Dhe këtu situata është përmirësuar vërtet, po ne jemi të mendimit që ka ende hapësirë për përmirësime. Së pari, funksionalizimi në vitin 2024 I 9 komisionet të kuvendit për kontrollin e jashtëm dhe bashkëpunimi KLSH-s me të është një zhvillim pozitiv. Ne shpresojmë që kjo do të vijojë të jap kontributin e vet për mbikëqyrjen e parlamentit dhe për të siguruar edhe ndjekjen pra pasimin efektiv të rekomandimeve të zbatimit të rekomandimeve të kontrollit dhe në fakt e nderuar zonja kryetare e kuvendit, mua më bëri shumë mirë që të dëgjoja fjalët tuaja që thatë në lidhje me vijimin e kësaj qasje në të ardhmen. Ne gjithashtu kemi vënë re pikërisht edhe faktin që KLSH-ja është angazhuar për transparencën, e treguar kjo me raportimin publik, por edhe me bashkëpunimin me shoqërinë civile. Roli I KLSH-s për mbështetjen e parandalimit të mashtrimit, identifikimin e parregullsisë
drejtësive në prokurimin publik dhe përmirësimin e mekanizmave të kontrollit të brendshëm është thelbësore për të krijuar një kulturë llogaridhënie në administratën publike dhe më lejoni të theksoj rëndësinë e këtij ndryshimi kulture, mendësie. Nuk bëhet fjalë vetëm për miratimin e legjislacionit e të ligjeve apo për të lëshuar për dhënë rekomandime, por gjithë puna qëndron tek ndryshimi i mendësisë. Dhe zoti Shehem, ne në fakt kemi vlerësuar dhe vazhdojmë të vlerësojmë kontributet që ju jepni dhe vazhdojmë t'ju mbështesim ju. Duke i hedhur sy drejt së ardhmës, zbatimi i rekomandimeve të kontrollit dhe fuqizimi i llogaridhënies, i mekanizmave të llogaridhënies institucionale do të jenë standarde shumë të rëndësishme që do të kontrollohen jo vetëm për kreun 32 të legjislacionit të Bashkimit Evropian, por edhe për integritetin e plot të sistemeve të menaxhimit të financave publike. Dhe me shumë kërcëri presim vimësinë e bashkëpunimit ton me KLSH, duke e ditur që një institucion si KLSH-ja i besueshëm, i pavarur dhe efektiv është gur themeli për mirëqeverisje dhe për antarësime në Bashkimin Evropian. Faleminderit.